Bashkia e Korçës me rastin e 7 marsit ka organizuar një koktej me mësuesit pensionist. Suzana Dervishi, një jetë të tërë, ka qenë pjesë e sistemit arsimor në Korçë dhe jo vetëm. Ajo tregon për sakrificat e brezit të saj, duke nisur nga kushtet e udhëtimit e deri tek ato të akomodimit. Mënyra e mësimdhënies dhe marrëdhëniet me nxënësit, sipas Suzanës, ka një ndryshim sot, ndërkohë që pranon faktin se mësuesit pothuajse janë të vetmit që merren me edukimin e nxënësve. Nuk mund t'i krahasojmë dot vitet e mëparshme me vitet e tanishme, se gjithçka ka ndryshuar, qoftë pozicioni i mësuesit, qoftë orët e mësuesit, qoftë mënyra e të dhënit të mësimit, gjithashtu edhe sjellja dhe edukata e fëmijëve bashkë me mësuesit. Domethënë, nëse deri dje thosha që sakrificat tona ishin shumë të mëdha, që shkonim larg në rrethe të ndryshme, domethënë me banesa jo shumë të këndshme, kurse sot mund të them që ndryshimi është nga ana tjetër, që nxënësit janë bërë pak më të përkthjelur, nuk dëgjojnë shumë dhe më vjen keq për brezat e mësuesve tani, sepse ju duhet edhe këtyre një punë shumë më e madhe për t'i edukuar ata. Domethënë ka ndryshuar komplet të gjitha sjelljet, mënyrat e të edukuarit, të mësuarit. Domethënë nxënësit nuk janë që përkushtojnë kaq shumë dhe ti do gjesh shumë pak nxënës që janë të përkushtuar. Pse? Sepse dhe prindrit mundohen që t'i fusin nëpër sporte të ndryshme, t'i fusin nëpër aktivitete të ndryshme me qëllim që të mos rrinë rrugëve, por të merren me diçka që edhe prindrit edhe fëmijës i intereson, por duhet studimi me patjetër. Ditën e sotme me rastin e 7 marsit në Korçë ka pasur edhe aktivitete të tjera.